Bismillahirrahmanirrahim. Këtu në afërsi të xhamisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë disa xhamia të vogla, po ndër këto më e madhe është kjo. Kjo mban emrin xhamia e Reve, xhamia e Mjegullës. Kjo s'ka qenë xhami, po ka qenë një vend ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtu ka dalë, ka fal namaz për shi, ka bë dua për shi. Dhe emri Gamame Re, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke bë dua, një mjegull i ka ndet mbi kokë. Mjegulla ka ndet mbi kryje që t'i bën hije se ka qenë shumë vap. Kuptimi tjetër është se duke lut pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke bë dua, janë paraqit rejet edhe ka filluar me rashi. Përsëri lidhet me re. Edhe aju. Pra, një re i ka bo hije pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo xhami mban emrin xhamia e Reve, xhamia El Gamame, xhamia e Mjegullës. Duke bo dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtu në çket vend, një mjegull i ka ndet mbi kokë dhe i ka bo hije. Pastaj janë paraqit mjegulla të tjera dhe ka rashi. Këtin ju kanë thonë musalla. Musalla jo xhami, po vend ku ka dalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka fal namaz, ka bë dua për shi. Dhe ka rashi. Mrekullia tjetër që ka ndodhur këtu, se këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lajmëruar nga Allahu dhul Xhelal se në Habeshe, në Etiopinë e sodit, ka qenë i mbreti Nejashia. Nejashia i ka pranu muslimant nga Mekja që kanë bo hijret, kanë shku në Habeshistan, kanë shku në Etiopi. A i ka qenë qatë miri, i urt, i mbar, që i ka strehu muslimant se në Mekje kanë pas shumë zaval, kanë pas shumë telash, shumë shtypje nga mushrikët e Mekjes. Dhe a i ka pranu. Dhe mushrikët e Mekjes kanë qunë një delegacion në Etiopi që ti thojnë ati se që këta njërës që ti ke pranu, këto janë kundra Hazreti Isës. Këto janë kundra krishterizmi. Edhe a i ka thonë, çka mendoni ju për Hazreti Isës? A i ka qenë i krishtet. Edhe ja ka nisë Gjafer Sadik, radiallahu anhu, vllai Hazreti Ali, dhe ka lexu suretul Merjem, ku flet për Hazreti Merjemin, për Hazreti Isën, edhe ai u ka mahnit, ka thonë, për këto fjalë shumë të bukura, edhe kështu që i ka strehu, i ka mbajt, nuk i ka dëbu. Edhe kanë shku me të madhe muslimant, në Etiopi kanë gjetë strehim. Dhe pasi jo në këthy muslimant ma, pasi ka arë pejgamberin Medine, pasi jo që liru Mekja, e kështu me rrath, ndron jetë në Gjashiu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lejmëru se në Gjashiu, për shkak që muslimanve ju ka bo nder dhe ka bo mëshirë dhe i ka mirë prit, Allahu ja ka mundësu të pranon islamin. Dhe në Gjashiu e ka pranu islamin dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur është njoftu se ai ka ndru jetë, që këtu ja ka falë gjenazen, salatul gajb, namazi jo prezent, edhe sot praktikohet. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që këtu në çket vend, ja ka falë namazin në Gjashiu. Pra këtu ka ndodhur dy gjëra, ajo që ka bë dua dhe ka rashi, dhe që ja ka falë namazin në Gjashiu. Andaj, kjo ka qenë vend thjesht, e pastaj në kohën Omer ibn Abdulazizit, që këto xhamia janë ndërtu. Xhamia Gamame, xhamia Ebu Bekrit, xhamia Aliut, adje afër e kemi edhe xhamia Omerit radiallahu anhu, pak më larg është xhamia Osmanit. Këto kanë qenë vende, e pastaj në kohën Omer ibn Abdulazizit i ka ndërtu pak, kështu. Veç ka bo shenja, këtu ka thonë duhet me pas një xhami. Për hatër se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtu ja ka falë gjenazën në Gjashiut, dhe këtu mjegulla e ka mbrojt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam prej vapës, temperaturës së diellit. Mirë po, në kohën e Sultan Abdul Hamidit, që kjo sikur e shifni, është ndërtuar në kohën e Sultan Abdul Hamidit, kur turqit e kanë patur këto. Dhe të gjitha këto xhamiat vogla janë ngritur kështu si shohim sot në kohën e Osmanlive, në kohën e sundimit të Sultanit Abdul Hamidit radiallahu. Pra kjo është vendi ku është ngrit kjo xhami dhe i ka mbet emri xhamia
El Gamame, arabisht, pra xhamia e reve. E kuptuam këto? Po, ki ka qenë vend, e tash është e veç xhami. Vazhdojmë që aty afër, e kemi edhe një xhami edhe atë afër, e kemi edhe para të shohim, pastaj te xhamia Omerit radhiyallahu anhu. Ka qenë mbrapa te xhamia Aliut, edhe ati vend ka qenë, kanë mbaru, po ati është pak rruga e nuk lanë ati masi, që edhe janë të renovu, janë të punu. Allahu është përbleft. Keni diçka lidhje me këtë e qartë?